Në kënaqësi si për mirënjohje të thellë, sot jam këtu për të festuar me ju një ngjarje të rëndësishme. 33 vjetorin e Spitalit të Syve Kurbati të Kosovës. Është 33 vjetori i themelimit tonë, dhe ka qenë një rrugtim jo i lehtë, duke filluar prej para luftës e gjërmë tani. Kemi pas kirurgat tanë, po është dashur edhe të trajnojmë edhe të shkollojmë edhe shumë gjenerata tjera. Në njëjtën kohë kemi investu edhe në teknologjitë e reja, si ma herët, ashtu edhe tani, ku kemi edhe inaugurimin e sistemit më të ri laserik, që realisht është momentalisht është i vetmi në region. Shvin Damaris 1050 RS është një ndër laserat më të shpejt në tregun ndërkombëtar dhe ndër laserat më të sigurt në tregun ndërkombëtar. E tham më të shpejt se është me 1050 apo 1050 Hz ku një dioptri eliminohet për 1.3 sekonda. Në njëjtën kohë është siguria maksimale se gjurmusi i këtij laseri është në 7 dimensione, kështu që nuk ka vend për gabime. Në të njëjtën kohë është instalu edhe sistemi diagnostik ku para trajtimit kirurgjikal pacienti nënshtrohet ekzaminimit edhe mjekëve ja u kemi lutsu punën në tërësi, realisht them ashtu, nuk mund të ketë gabime se softveri realisht i Shvindit nuk lejon me trajtu, të dhanunat nuk kalojnë nga ky software në laser. Kështu që pacienti nëse i plotëson kushtet trajtohet, nëse nuk i plotëson nuk ka mundësi të trajtohet. Our collaboration with the Kubati family is quite a new collaboration, and it's impressive how this family acts and has built up this clinic. So it's a right choice to go with us as a technology leader with the laser technology, and we are ready for a very long-lasting collaboration and friendship with the Kubati family. Unë kam fillu në klinikën Kubati prej vitit 2008, që u bon plot 16 vite, në atë kohë puna klinika respektivisht s'ka qenë në Prishtinë, po ka qenë në Prizren, ka qenë janari 2008-ës, për të vazhdu pastaj në shtator me klinikën cila o hap, edhe prej aty ka fillu bashkëpunimi. Duhet të thëmë që profesor Orhani është ai Orhan Kubati, ai cili i ka të bu gjithmonë mjekët e ri, në këtë rast edhe mu, ku më ka dhonë rastin edhe e ka po interesimin tim për kirurgjinë e segmentit pasëm. Nuk mund të punohet në ditën e sodit pa teknologji. Sa do i mirë që është mjeku, sa do i avansuar që është, teknologjia është ajo e cila neve na ndihmon që të japim maksimumin ton.